Gjithë ideja e sës është që t'jetë e rehatshme, maksimumi që Benzi ka për të ofru është se klasi. Luksi është që t'jesh i izolum nga jashtë. Edhe kjo kur ka dalë ka qenë edhe më izolume nga jashtë se Bentleyt e asaj kohë. Okej, Rolls-Royce Phantom ndoshta ka qenë pak akoma më izolume dhe më komfort. Edhe zgjedhja e materialeve është shumë cilësore, vetëm pjesë druni edhe lëkurë ke këtu, nuk është të ke shumë plastika. T'japim gazje. 388 kuaj. Kur do me hec, ecën dhe me këte. Po në rahati, pa ndje zhurma, pa pas probleme. Amortizator më ajër, nuk një gjë fare. Përgjigja motorit kamjos perfekt, direkt përgjigjen. S'ka turbo asë gjë. Te facelifti pa të nxjerr 4.7 mbi turbo, po ky është më i fortë. Për këtë së, ky është motori më i mirë për këtë gjenerat besoj. Okej, 65-in, 600-in, 63-in, 156-ën, i mirë është. Pas te facelifti pa të bëhet mbi turbo 157-ën, po ky është më i miri. Më thoni ju cilin motor do kishit zgjedh, po ky 5.5 që është smooth.